nëse mund të dorëhiqet apo jo qeveria, kjo është padyshim një pyetje që besoj që qeveria vetë nuk është shumë e sigurt ta jap përgjigjen, edhe pse deri tani vetë kryeministri ka përjashtuar në mënyrë kategorike çdo lloj mundësie që këtë çështje të shtrohet për diskutim dhe jo më të bëhet, të mbahet. Pasi nga dita në ditë ajo që shikojmë është një intensifikim i luftës ndaj protestës dhe nuk bëhet fjalë këtu për përplasjen si që sotnja, pra konfrontimin e dhunshëm me policinë, por bëhet fjalë për luftën në forma të tjera, atë që vetë kryeministri ka cilësuar si luftë hibride, me sulmet në rrjetet sociale, me intimidimin e personave që marrin mikrofonin të flasin, duke identifikuar kush janë, duke i rrëmuar në të shkruar në tyre, duke i publikuar